والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Transmeton Ferjabi në librin e tij Fadailul Quran se Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu ka thënë: La yas'alu al-mar'u an nafsihi illa al-Quran, fa in kana yuhibbu al-Qur'ana fa innahu yuhibbu Allaha wa rasulahu. Transmeton Ferjabi se Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu ka thënë: njeriu të mos se pyes veten ose të mos preokupohet për veten e tij për diçka tjetër veç se për lidhjen e tij me Kur'anin. Nëse ai e don Kur'anin, ai në realitet e don Allahun edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo është këshilla e dytë prej margaritarëve të Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, e që është një prej këshillave më jetësore dhe më të rëndësishme në jetën e secilit prej muslimanëve. Kanë do për njerëzve të mençur që kanë logjik me pyet a e don Allahun edhe a e don atë i cili e ka tregu rrugën e Zotit. Secili për njerëzve kishte thonë po, e du Allahun. Çisi njeri i logjikshëm. Për arsye se secili që lind këtë dynjë dhe e përdor logjikun e tij, e vren që çdo frymari Allahu meriton falënderim. Për çdo frymari Allahu meriton falënderim. Për çdo të mirë Allahu meriton falënderim për shkak të mirave të shumta që i ka sjell. Madje është transmetuar prej Imam Ebu Hanifës rahimahullah se një herë para se me arrit hadithi për sejdën e shukrit, që thonë sejdën e falënderimit, Ebu Hanifi rahimahullah e ka refuzuar. Kur i ka thonë që ka një sejdë që quhet sejdë e falënderimit, e ka refuzuar në fillim. Edhe pastaj ka thonë çysh pe refuzon një sejdë që ashtu u bë për Allahin. Thot, po nëse ashtë që ashtu, atëherë na kur s'barë me që kryt për sejdës. Se herë që të marë me frym ka nevoj për me ranë sejdë me falënderu Zotin. Pastaj kur i ka ardhur hadithi, ka thonë atëherë mas i ka hadith, tani meseli ashtë ndryshe. Kështu që, çdo njeri të logjikshëm mençur me vetë për këtë çështje ka me thonë që po e du Allahun. Po pyetja pastaj tjetër që është shumë më e rëndësishme se e para, është se cilat janë argumentet e tua, cila është sheja jote se ti e don Allahun. Çish po na kallzon ti për një mend se e don Allahun. Dhe këtu pastaj fillon me ardha ajo far ngushtica edhe ai provimi i vërtet. Dashur vllazni, për me tregu që na e dojmë Allahun ka shumë vepra të mira, alhamdulillah. Ka shumë adhurime. Ka shumë vepra që ndërlidhen me dashurinë tonë ndaj Allahut. Mirë po Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, ky faqih i njohur mesin e fuqahave të sahabeve, ky e ka vendos një standard thjesht, të lehtë edhe drejt për drejt. Çysh i ki punë me Kur'anin? Mirë, e desha Allahin. Çysh i ki punë me Kur'anin? Vallahi jo bash mirë, atëherë çashtu i ki punët edhe me Allahin. Domthon kanari, peshoja të Abdullah ibn Mas'udi është Kurani. I ki punë të mirë, e ki shoqërues Kur'anin në jetën tënde, je bërë me ta shok i pandashëm, çashtu Allahu ka me të konsideru ty shok ditë kur ki nevojë të mas shumti. Po e kelon Kur'anin mbrapa, nuk e gjen, nuk i lidhje me ta, atëherë shumë shpejt ka mundësi me lënë edhe Allahun mbrapa dhe pastaj të mbetesh i vetëm këtë botë dhe në botën tjetër. Dashur vllazni, në jetën praktike, secili prej neve po ashtu, me thonë që nashti ti nuk e don Kur'anin, thotë jo, unë jam musliman, çish nuk e du Kur'anin. Mi po edhe kjo ka sheja. Nëse sheja dashurisë, një prej shejave dashurisë ndaj Allahut është dashuria ndaj Kur'anit, atëherë sheja që e don ti Kur'anin, ose shenja, ose provimi që ti e don Kur'anin,
është po ashtu pikë shumë e rëndësishme në jetën tonë. Për këtë arsye disa prej dietarëve të hershëm i kanë përmend disa pika që tregojnë se ti sa e don Kur'anin. Të parën kanë fillu pej më e vogla, pastaj të hyjë përpjet. Ka hunë e para gëzimin me Kur'anin. Mu gëzu që Allahu e ka dërgu këtë libër. Mu gëzu që Allahu po ta mundson me pas para durve tua. Mu gëzu që Allahu po ta mundson me lexu fjalën e tij. Hej, ndalu me no, robje, krahasimi jot me Allahun, krahasimi i fjalëve të botës, këtë botës, çfarë do fjalë të bukur që lexon, çfarë do poezie, çfarë do proze, çfarë do komedie, çfarë do romani që lexon. Krahasimi i keq që kanë shkruar me Allahun, me fjalët e Allahut, me Kur'anin është sikur krahasimi i krijesave me Zotin. A ka krahasim me çdo gjë që ka bëjnë njerëzit me Allahun, me krijimin e Allahut, s'ka krahasim. A ka krahasim me çdo qenjet njerëzore, krijes në sipërfaqe të tokës ose nër tokë ose mbi tokë, me krijuesin, s'ka krahasim. Është i pakrahasueshëm. Kështu është edhe krahasimi i çdo fjale tjetër në krahasim me fjalën e Allahut. S'ka krahasim. E tash ti veç mundon me menu që ky libër ka zbrit, Zoti ka folë çto fjalë. Zoti ka folë çto fjalë. Kjo është madhështore, vëllazë. Kjo është e mrekullueshme. Ti je një rob i dopt që në shtisnia pas mahalla jote, Allah i po ta mëson me fol fjalët e tina. Allah i po ta mëson me gojën tënde, me lexu, me thon çato fjalë që Allahu ja ka dhënë Xhibrilit. Kjo është privilegj. Nëse e menon që të thu, vallahi, kush jamone që Allah i ma ka mësuar me lexu Kur'anin. Për këtë arsye për dietarëve të hershëm, kur e meshin Kur'anin e kapshin në dorë, e puthshin, thoshin Kitabu Rabbi, Kitabu Rabbi. Për gëzimit. O, kjo është libri i Zotit tëm, libri i Zotit tëm. Andaj me u gëzu që Allahu po ta mundson me lexu Kur'anin, po ta mundson me pas çëse me Kur'anin, po ta mundson me qenë lexuesi i Kur'anit. Është për gëzimeve që ka hunë dietar robi shpërblet. Edhe pse ti kënaqesh në zemrën tënde, po e merr dhe shpërblimi, veç që po gëzohesh, veç që po shpreh që të gëzon. Pastaj në ndë, kanë thënë dietarët, me ul edhe me kalu një kohë të madhe me Kur'anin. Kjo është kategori pak më e lartë. Këto Zoti na fal këtëve se krejtë na këto, këtë të çaloj. So i jep ti Kur'anit, çash Kur'ani t'jep ty. So i jep ti Kur'anit, çash Kur'ani t'jep ty. So kohë ti shtrejt i jep Kur'anit, çash Kur'ani t'jep thesare shtrejta. A mund na, një jetën tonë praktike shumë për neve, i ndodh një problem, edhe ja nis me lexu Kur'anin veç ato momente kur është në krizë. Dhe pastaj përfundoi problemi, përfundoi lidhja e tij me Kur'anin. Normalisht s'ka bereqet tani për Kur'anit. Ose dikush valla hoxhë kom pas një problem, kom pas një kështu, edhe ja nis. Thotë edhe Kur'anin e kom lexu dhe s'ka pas dobi. Po kur e ke lexu Kur'anin? Kur e ke lexu? Masi të kanë dhënë çaj problemi, sa e ke lexu? Valla shumë e kom lexu, duket 1 orë. 1 orë? Oho, për 24 orë, pasi do 1 orë dhe po do me të zgjidh problemin një herë. Thot një dietar bashkëkohor, thot nuk më isha me kuptu këtë një herë qysh imam të mëdhaj e kanë bërë Kur'anin hatme për një ditë. Madje për Ebu Hanifa rahimahullah dhe për Imam Shafiun kallëzohet që e kanë bërë në Ramazan një ditë ditër, një hatme ditër, një hatme natë. Qysh ka mundsi? Thot derisa dolën telefona, thot edhe e kuptova. Thot sa qysh i kena marrë në telefona, çashtu ata kanë marrë Kur'anin dorë. Edhe u zgjedh problemi. Edhe rezultati. E na për fat keq, që ka thonë Ibn Kaimi rahimahullah, na i lojmë Kur'anit kohën tonë të pric, kohën tonë të pric, ta këshymi nëse në del diçka kohë, lexojmë Kur'an, nëse s'na del kohë, s'na ka dal kohë. Edhe pastaj e dojmë bereqetin e Kur'anit. Kurse për Kur'anin duhet me caktu kohën më të çmuar tonë. Për këtë arsye Allahu thotë: "Wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda." Allahu e përmend bukurinë dhe ndikimin e Kur'anit mëngjes, nga se Kur'ani që lexohet mëngjes e ka atë dëshminë e vet para Allahut. Pse? Ka thonë dietar se çatëherë zemra, trupi, mendja njëjtë është më e kthjellë se çdo kohë tjetër
dhe ai çat kohë më të mirën ditës ti, ja ka kushtu Koranit. Ja ka nis me Koran tamam. Andaj dosh vllazni, s'po hitash me thonë sa llogaritët që dikush e ka braktis Koranin, për arsye se kjo është temë e gjatë në fik. Kur llogaritet njëri që e ka braktis Koranin, për arsye se kjo varion për personit person, për gjendës që e ka, po zakonisht dietarët e hershëm, nëse një njeri nuk e ka bëu hat me Koranin brenda 40 ditë, o llogarit që e ka braktis Koranin. E po nuk është rregull kjo. Mos e kuptoni si rregull, mos e kuptoni që 40 ditë do ky. Po Imam Ahmedi rahimahullah e ka marr argument hadithin që e ka pyet Ebu Said el-Khudri ose njëri prej sahabive, pejgamberi sa që sa me bu Koranin, hat me ka hunë 40 ditë. Edhe ka hunë që kjo më e nalta që kena një. Ma herët s'ka problem, është mirë me bu, po mas lati që kena një dhe në 40 ditë. Ma shumë se 40 ditë nuk ja vlen mos me lezu Koranin. Në më me bu hat me njëherë për fillimit e në fund. Ajo çka është më rëndësishme është që nuk ka rëndësia e ke bëhat për 40 ditë, apo 1 muaj, apo 2 muaj, apo 3 muaj, apo 5 muaj. Po më rëndësia është lidhja e vazhdueshme me Koranin. E treta dashur vllazni, ka thonë ky dietari edhe një prej argumenteve tjera, shenjave tjera që ti e don Koranin është më mërzit për Koranin, për leximin e Koranit. Kjo është hala më lart. Jo me lexu Koranin vetë sa për me kry. Madje Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu ka thonë mëse gjuni Koranin, mëse merrni Koranin, mëse trajtoni Koranin sikur që i trajton dikush hurmet e vjetra. Qysh hurmet e vjetra, veç mi kry dyqysh edhe me më shliru për të në, mi largu, mi hek. Edhe thot, mos tjetë, apo ashtu për Abdullah ibn Mesudit, thot, mos tjetë, thot, preokupimi kryesori, ati që lexon Koranin, qysh me mrin fund. Sa qëllimi është me mrin fund? Nuk ka qëllimi është me mrin fund, qëllimi është qysh me u knaqur të lexoj Koranin. Qysh me përjetu leximin e Koranit. Qysh me ndiku Koranin në jetën time. Nuk ka qëllimi unë ta kryj vallahi pyeta një hat me alhamdulillah ja nisi dytës. Jo, qëllimi është sa më shumë me përfitu për asaj që ti e lexon. Andaj ai që lidhet çështo me Koranin, nuk ka dyshim se i mungon Korani. Bëhet 1 ditë, bëhet 2 ditë ja nis me ndjenjë mungesë. Paramendone vllazni që tash veç për tham kështu, paramendone 2 ditë mos me pas telefon hiç. S'shkon për dita? S'shkon dita. Dita të bëhet 24 orë, po 48 orë. Pse se je mësu, je lidhur, secili edhe unë për veti po them, s'kam veç për ju. E tash paramendone me pas një ndjenjë që vallahi po të vesh me fjet s'ka libe diçka sot, diçka është një punë mangu që se kombo. Ç'kjo është me u përmallu për Koranin. Ç'kjo është me ndje mungesën. Pse? Se njeri kur ta ndjen mungesën e diçkait, atëherë nuk mund me kënaq vetën vetë se me bu pjesë tjetër pastaj. E katra do vllazni është me u mundu me i përjetu ajetet e Koranit. Kjo është pjesë e dashurisë. Jo me lexuar ajetet e Koranit, sikur kur lexon një poezi. Nëse se den arabishtun e kum përmendur në përderse të tjera, duhesh me marr përkthimin. Edhe me lexu shpesh me përkthim, shpesh me lexu me përkthim. Në që me di çka ka thonë Allahu. Edhe me pas mendjen, domthonë vëmendjen aty kur lexon që me ditë Allahu shka po lypë teje, shka po të ndalon, me marr direkt prej Koranit. Dhe sa bukur është kur e merr direkt prej Koranit. Allah i kur folë edhe për pabesimtar, nëse na pabesimtar, në musliman, edhe për pabesimtar Allah i kur folë dëshmëtar me thonë, na se mos po hi edhe unë çtu me ndaj pjesë dikun. Jo që unë jam musliman, unë musliman jam. Po nashti kam ndaj cilësi që Allah i ka kallëzu pabesimtar, por nashti unë i ku marr një opcion e cilësive. Për këtë arsye dietar kanë thonë, njeri kur e lexon Koranin, çdo ajet që e lexon duhet me menu që mos është për ta. Çdo të përfitu. Me menu që mos është për ta. Nëse e menon çështu, atëherë normalisht se ka me pas vëmendjen e plot gjatë leximit të Koranit. Që këtë dashur vllazni, edhe i me lexu 3 ajete janë më mirë, edhe më shumë i bojnë dobi se ai që i lexon 30 ajete dhe nuk e di çka ka lexu. 3 ajete me lexu, me përkthim, më mundu me i kuptu, është më mirë se ai që lexon 30 ajete dhe nuk e din çka ka lexu. Për këtë arsye dashur vllazni, kallëzohet për Imam Shafiun rahimahullah, që kur ka qenë smut, kanë shku shok me vizitu, edhe
sa që kanë shku me vëzdu, ka thonë filan, o ti filan, lexon për filan ajeti deri te filan ajeti. Ka shku tjetri ka thonë lexon për filan ajeti deri te filan ajeti. Pse? Se ai u koni lidh me Kur'anin edhe ka këshyr peqetën e ajeteve me largu smunjën e vet. Ibn Kaimi kallzon në Zadul Ma'ad thot kam qenë Mekë, kam nejt një muj ditë në Qabe, thot edhe kam pas një smundje thot të madhe, të zahmetshme, thot vallahi thot nuk jam shëru pse smundje me diçka tjetër, pas me Fatiha, pas me surën Fatiha edhe me ujë Zemzemit. Thot edhe çish ka thonë pejgamberi sa zam, kush e lexon Kur'anin, aja shifa, aja shërim, mi po dush me lexu me bindje të shëripit. Do të paramendon surën Fatiha, Ibn Kaimi e ka lexu për më shëru. Për smujave kështu, jo smujave shpirtit, për smujave trupit. Surën Fatiha. E lemu surët tjera. Ibn Taymija rahimahullah ka qenë poshtë një herë smut, edhe kanë shku në nxënësat e tij me vizitu, ka thonë lexomni ajetet e es-sakina, ayatu es-sakina. Ajetet e qetësisë. Çdo vend ku përmend Kur'an ajeti fjala es-sakinatu, fa anzalallahu alayhim as-sakinatu, es-sakinatu, çata ajete e kanë lexuar këtë. Thot se jam të e një vetën, thot pa, jo të koncentruar, jo të qetë, e ajetet e qetësisë ma sjellin këtë qetësi që jam të e kërku. Pra mëna, ju kanë kujtu ajetet krejt ku përmend në Kur'an, ajetet e sakine, e qetësisë. Andaj dashur vëllezër, ai që do të përfitojë për Kur'anit është ai i cili e bën Kur'anin pjesë të jetës vet. Merr pe atina që të valloj çështu. Jo sikur na për shembull këtu është për çafira, këtu është për munafika, këtu është për ato popujt që kanë shkuar më herët, këtu për do të tjerë që kanë me anë kiamet, e ti çka morë për Kur'anit Allah. Për shka e të lexu Fatiha 17 herë veç namazet farz. Për shka? Për çfarë arsye? Për më unal, sa cilën herë ta lexosh më unal, më unal veç pak se që ky ajet e ka ndikimin që do të në patjetër me shtin jetën tënde. Për këtë arsye dashur vëllezër, ky ka qenë një prej dallimeve mes neve dhe shokëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Na ditën e sotit mundohemi qysh me mësu Kur'anin përmendsh. Ata janë mundu qysh me përjetu Kur'anin jetën e vet. Omer radiallahu anhu ka bu 12 vjet derisa ka mësuar surën Bakara. Si që transmeton Bejheqiu në Shu'ab al-Iman. 12 vjet. Ibn Omeri 10 vjet derisa ka mësuar surën Bakara. Surën Bakara. A mu kanë thonë dietarët e ka mësu, të e lexu, të mundu me praktikuar dhe të e përjetu. Kjo është tani jetë, është projekt i jetës, nuk është projekt i thjesht, po është projekt jetësor. E pesta dhe më e rona dhe më e rëndësishmja. Me dash Kur'anin duke punu me urdhat e Kur'anit dhe duke u ndalu për ndalesave të tij. Elhamdulillah shumë muslimanëve janë të kjo e pesta. Dhe kjo është kryesorja. Këto të tjera janë të rëndësishme, këto janë të mira, këto duhet më mundu me promovu veten edhe me ngrit, po që kjo e pesta është më e rëndësishme. E te e pesta, nëse arrin muslimani me praktiku ajetet, obligimet, ligjet, urdhrat që Zoti i sjell Kur'an, ndalesat dhe ndalohet prej tyre, atëherë elhamdulillah ky person sipas mendimit më të saktë dietarëve, ky person edhe nëse nuk lexon shumë Kur'an, llogaritet që nuk e kalon Kur'anin mas. Pse? Se ashtu i përmbajt urdhrave, ashtu të mbajt ligjeve të Kur'anit. Kjo është kryesorja që i duhet muslimanit. Mirë po, muslimani s'ba mu kënaqen me standardin më të ulët. Duhet me synu vazhdimisht ata çka është më e larta edhe më e larta. Për këtë arsye, Abdullah ibn Mesudin këtë fjali e ka vendosën çet mizanin, çet peshojën. Kur'ani, çfarë do të thonë për me përmbyll krejt, sa më shumë që lidhesh me Kur'an, qoftë me zbatimin e urdhave dhe ndalimin nga ndalesat, qoftë me përjetimin e tij në jetën tonë të praktike, qoftë me përmallimin tonë për Kur'anin, qoftë me shoqërimin tonë të vazhdueshëm me Kur'anin, qoftë me gëzimin tonë që Allah e ka sjell Kur'anin, sa më shumë që i kap çdo 5 tipare, ti më shumë e ke arrit që të peshojën e cila pastaj ti mat këtë vepra tua tjera. Dhe me letë Allah do të jesh prej atyre që ka thonë pejgamberi sa Kur'ani do të ndërmjetësoj për ty ditën e gjykimit. O Allah, falja filanit se për shkak meje ka nejt pa gjo. O Allah, falja filanit se për shkak meje i kalon të mirat e kësaj dynjaje. O Allah, falja filanit se për shkak meje është ndalu për disa gjërave që ka pas qef mi bo, e kështu me radhë.
Lusim Zotin që Kurani të jetë imami jon, Kurani të jetë ndërmjetësuesi jon, shefi'un lana yawm al-qiyamati, ditën e gjykimit, dhe lut Zotin që të jetë argument për neve dhe jo argument kundër neve. Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.